besoj Auloni do na tregojë edhe për sfidat e veta në rrugën e artit. Dhe i marrim hap pas hapi të gjitha. E kanë ndihmuar, si të themi, që të vi, po themi, në majat e artit shqiptar dhe jo vetëm shqiptar. Po ne kemi edhe një gjë tjetër të përbashkët me Aulonin Viola, edhe ta thash, po e them sërish edhe për ata që na dëgjojnë, që ne se ti e di që dhe dëgjuesit tanë dinë që unë dikur kam mësuar piano, po themi. E kupton, po pastaj e lash. Unë ta thash se cila ishte diferenca. Që unë e lash, ndërsa Auloni nuk e la, por e perfeksionoi pastaj edhe kompozicionin. Dhe ne kemi nisur mësimin e pianos herët kur ishim shumë të vegjël, me të njëjtin mësues, me të njëjtin profesor në qytetin Vlorës, një figurë shumë e nderuar siç është profesor Vasil Çuni apo jo. Po, është një edukator i muzikës shumë i mirë, se në të vërtetë nuk është vetëm profesor i shumë prej brezave, sepse nuk është vetëm fakti që ka qenë dhe profesori im apo yti ose disa, po ai me të vërtetë ka edukuar shumë breza dhe ka dhënë një kontribut në formimin kulturor të gjithë brezave, duke qenë vetë kompozitor aso kohë ku ka marrë pjesë në festivalet e këngës dhe përveç fakti që unë kam pasur mësues të pianos në moshë tepër të vogël, por ka qenë dhe një personazh i cili ka dhënë kontribute për organizimin e festivaleve, duke marrë pjesë, ka qenë dhe në shtëpinë e Pionerit, ku të gjithë kemi qenë të angazhuar me këngën, me festivalet e tjera, më pas në shkollën e muzikës, duke dhënë me të vërtetë një mbështetje për gjithë talentet, deri tek përgatitja e tij në fushën e edukimit talenteve të cilët konkurrojnë prej vitesh në Universitetin e Arteve, ku unë jam dhe pedagog i lëndës kompozicionit për më se 8 vite. Si duken të rinjt sot, kompozitorët tanë të ardhshëm? Mund të them që ndryshe nga koha dhe koha ime, por koha e brezave të mëparshëm, që ka pasur një lloj disipline dhe dëshire të madhe për të marrë me art dhe mundësit kanë qenë tepër të vogla, sepse çdo gjë çfarë ndodhte në një rreth shumë të vogël në Shqipëri dhe përballja me sfidat apo me përballja dhe konkurenca me talentet jashtë nuk është se ishte në një peshore, kështu që detyrimisht çdo gjë që ndodhte ishte brenda 4 mureve të vendit tonë. Sot të rinjt kanë të gjitha mundësitë e mundshme për të përballur, për të parë, për të konfrontuar drejt për së drejti nëpërmjet të gjitha platformave internetit dhe për të përmirësuar. Por këtu do të ndalesha duke thënë që pavarësisht se i kanë gjitha kushtet për të evoluar, për të ecur, për të zhvilluar, ndonjëherë mungon edhe piksynimi i qartë. Më përpara kemi pasur më pak mundësi, por dëshira ishte aq e madhe sa që do të i kaloje të gjitha sfidat. Sot ka shumë mundësi dhe ndoshta edhe shpërndarja në shumë aspekte i bën më të vështirë për të gjetur veten, sepse talenti nuk mungon. Në kuptimin kemi talente pafund, por gjatë rrugës duhet të synojnë fort atë që duan dhe ndjejnë veten të aftë për ta bërë. Dhe unë këtu do doja të ndalesha dhe jam shumë e bindur që ti je i përgatitur për të na dhënë këtë përgjigje, sepse madhomendja shkon natyrshëm edhe kërkesa për veten për ta gjetur një përgjigje shpeshherë, pse të rinjt, edhe pse kanë talentin, edhe pse kanë shumë mundësi se sa dikur, vjen një moment dhe shumë pak vendosin të qëndrojnë tek arti, vendosin të besojnë ende tek arti. Dhe këtu nuk i referohen vetëm atyre që po mësojnë të bëjnë muzikë mirëfill, i referohem edhe artistëve në pikturë për shembull, apo në forma të tjera të bërit art. Gjithmonë kemi thënë arti nuk të furnizon kohë pas kohe me ambicie të reja. Është një pyetje që ka shumë pyetje brenda pyetjes, sepse në radhë parë do ta nisja me pyetjen që a jam unë i gatshëm të pranoj
për një kohë të gjatë të gjithë lodhjen për kushtimin, duke marrë parasysh që jo detyrimisht do të bëhem një person shumë i njohur apo jashtëzakonshëm dhe ku gjithë talenti që mund të pretendoj se të kem ose gjithë ajo forcë të shpërblet qoftë në aspektin ekonomik, por qoftë edhe në aspektin profesional të mbështetjes të njohurive të kështu që kohët kanë ndryshuar dhe çdo gjë është shumë e shpejtë. Dhe unë shoh që të rinjt sot i kanë të gjitha mjetet, siç thash më parë, por nuk kanë durimin apo dëshirën për të punuar shumë fort që frutet të cilat mbjellin kohë pas kohe. Duhet shumë kohë e gjatë. Edhe ti korri. Dhe kjo gjë i pengon për të qenë të motivuar që të punojnë fort ditë për ditë për një kohë shumë të gjatë. Dhe këtu janë ato prerjet e fijeve, të cilët ndoshta gjeni një alternativë më të thjeshtë për t'u afirmuar në një moment shumë të shpejtë, por që nuk të japin një rezultat afatgjatë. E ka fjalën për mua. E pra, edhe unë për ty po mendoja. Nuk është çështja aty, është e shoh që është botërore, sepse mund të marrë shembull nga periudha ku unë kam studiuar, se folëm për aspektin edhe për gjitha ato të vërteta në lidhje me situatën ku ndodheshim në Shqipëri kur kemi qenë fëmijë, por që dëshira ka qenë shumë e madhe, pasioni, mbështetja nga prindrit e tjerë mësuesit, por marr për shembull periudhën e studimeve të mia në Itali për një kohë 10 vjeçare, ku pasi u riktheva pas shumë vitesh, pasi kisha përfunduar studimet në të njëjtin konservator ku kam përfunduar studimet, shoh që në orët e vona të mbrëmjes në mbasdite nuk ishte më student të rritur të cilët studionin si ne kemi studiuar. Dhe bëj një pyetje tek bashkëpunëtorët të cilët më gjetën më të rritur, më të pjekur e të tjerë dhe kanë pasur një lloj shumë dëshire për të komunikuar dhe për faktin se vija nga një vend ku aso kohë kishte edhe problematikat e veta, por gjithmonë ky studenti që studionte gjatë gjithë kohës për të përfunduar studimet, shkëlqyer e të tjerë dhe më thanë ja, shikojnë që sot kanë ardhur kohë të tjera dhe dëshira për të studiuar ju lutesh i të gjithë si brez, të cilët pretendonin se kishin dhe klasa dhe vonë në mbrëmje, kur sot i kanë të gjitha mundësitë, është gjithë konservatori bosh, por në të vërtet nuk ndihet më ajo vrulli, fryma e cila i mbante bashkë gjallë dhe rriste konkurrencën dhe detyrimisht edhe kërkesën dhe cilësinë. Besoj me 10 vite në konservator, Auloni tani po t'i themi na operojnë. Është doktor. Edhe mund të operojnë. Dhe bëhet fjalë për Italinë, për situatën në Itali, po përpara se të shkojmë tek që ta marrim po themi në mënyrë kronologjike, unë besoj që një mënyrë tjetër për ta bërë pyetjen që të bëri Viola është kjo, a të jep arti buk, me 3 fjalë. Dhe e kuptoj që do durim, do studim, do disiplin, por në fazën kur i ke përmbushur këto, pra je një artist i afirmuar tashmë, a të jep dhe të lutem më thuaj po. Jo? Jo. Nuk mund ta pranoj pyetjen të tillë. Besoj se gjithçka të jep bukë. Çështja është ajo që thash edhe në fillim. Atëherë, për sa i përket artit, është një nga format më të bukura të shprehurit të ndjenjave nëpërmjet formave të cilat në aspektet artistike futen shumë fusha si artet pamore, kërcimi, baleti, muzika e të tjerë gjitha format. Pra, sa i gatshëm je që sepse kush është qëllimi i të bërit art? Në fjalë, është qëllimi ekonomik apo është qëllimi është qëllim estetik, shpirtëror. Jo, qëllimi një personazh i cili do të bëj art, pra në radhë parë është qëllimi ekonomik apo është qëllimi vetjak i njohjes në arenën kombëtare, ndërkombëtare për talentin dhe për vizionin, lënia e gjurmëve, kontributi i madh për sa i përket edukimit apo sociales dhe kulturës, kontributi në formë shpirtërore të asaj çfarë do lësh, pra dhe nuk është e lidhur detyrimisht vetëm me atë aspektin të jep
bukë, sepse ajo vjen detyrimisht me punën e madhe dhe me shumë mbështetje të tjera në të gjitha aspektet, si sot për shembull është menaxhimi shumë i mirë, të cilët disa artistë kanë, të tjerët nuk e kanë. Dikush sot mund të jetë jashtëzakonshëm, por nuk ka një mbështetje menaxheriale të dur, sepse nuk ka dhe mundësit, i cili humbet në atë aspektin që përmende, por në të vërtetë mund të ketë një talent dhe një bagazh shumë të lartë, të cilin nuk e shfaq dot. Dhe pse mjetet janë më të mundshme, më përpara ka qenë ndoshta shumë e vështirë, por përzgjedhja në mënyrë natyrore ishte me një konkurrencë shumë të lartë dhe detyrimisht dilnin pa vlerat e një personi i cili një talenti të jashtëzakonshëm, por ishte më natyrale. Sot nëpërmjet një aparati të mirë, një telefoni, gjithkush mund të shfaqë një moment vetin i cili është jashtëzakonshëm, dikush e sheh, e përdor për këtë moment, bëhet i famshëm, pastaj aty mund të investoj për të realizuar. Dikush tjetër në një vend tjetër nuk i ka këto mundësi, por ajo e brendshmja mund të jetë shumë më e madhe. Kështu që varet synimi. Normalisht ka njerëz të cilët jo vetëm u mundson të gjithë arritjet ekonomike, po përkundrazi. Në kuptim bëhen edhe një lloj shembulli i cili merret si pikë referimi për arritjet e tij ekonomike. Gjë që nuk shkon paralelisht me aftësitë personale, artistike, cilësinë apo emocionet në të cilat interpretimin të cilat shfaq. Qartë. Qëllimi nuk është në fakt të t'jap bukë, qëllimi është të të përmbush shpirtërisht edhe të t'jap ca gjëra më cilësore se sa buka, se absolutisht. Ju kam thënë ushqehuni shëndetshëm. Promovojmë ditë pas dite ushqyerjen e shëndetshme. Ushqehuni me art. Shiko, unë mendoj që nuk është se ke një qëllim kur e nis, ti artin e nis sepse është mënyrë të shprehurie, nuk shprehesh dot ndryshe përveç se në atë formë. Pra, veten tënde, botën tënde, pra është vokacion që nuk e ndryth dot. Por nuk duhet të bësh asnjëherë kompromise deri në fund të jetës, në qoftë se beson me të vërtet tek arti yt dhe nëse beson që nëpërmjet artit tënd ti do japësh shembullin më të mirë të vetes tënde dhe duke kontribuar për një shoqëri më të mirë. Dhe nëse beson që pikërisht të gjitha format e artit që ti investon do të shërbejnë dikujt tjetër që do të bëhet shembull, që ti do të bësh shembull për zhvillimin e tij intelektual, artistik. Dhe nëse beson fort këtë gjë, kjo duhet të vazhdoj pavarësisht trysnive dhe sfidave. Nuk e bër kur kompromise? Unë mendoj që këtë pjesë duhet ta riktheni në YouTube, ta dëgjoni edhe një herë sa më sa uloni në fakt. Në art jo, në kuptimin është unë artin e kam përsa i përket artit tim personal, në kuptimin krijimtarisë të tjerë. Jo, s'është kam qenë pothuajse një person gjithmonë pak i tërhequr përsa i përket aspektit personal, artistik. Arti më ka shërbyer për të formuar në shumë aspekte, që nga edukimi, formimi, vizioni e të tjerë. E bëj artin sepse e dashuroj, e bëj artin për ata persona të cilët mund të jenë 1, 2, 3, 5, 10, mund të jenë 5.000, 5 milionë të tjerë, të cilët e mbështesin, se në fundit arti është një formë e prezantimit bukur të ndjenjave, të emocioneve dhe detyrimisht u përket njerëzve të cilët e përqafojnë këtë aspekt. Ka njerëz të cilët dashurojnë me një formë arti tjetër, ka njerëz ndjekës të cilët preferojnë një lloj arti tjetër, një lloj muzike tjetër, një lloj sfere tjetër. Pra, jo detyrimisht jam fokusuar që nëpërmjet një vepre muzikore ose një vepre artistike të tregoj se sa i Zoti jam apo se ku do të arri. Jo, është një gjë thjesht emocionale, një gjë në të cilën synoj një aspekt teknik të një niveli të lartë brenda mundësive, brenda kohës, por gjithmonë duke synuar maksimumin. Dhe kjo për mua si dëgjuese nuk do të përbënte asnjë vlerë teknikisht një vepër, sepse unë nuk e kuptoj dot teknikisht, ashtu sikurse nuk e kupton dot dikush i cili nuk e ka formimin. Se sa vlera vjen nga emocionet që ti arrin të transmetosh. Do të thoja, në kuptimin janë disa aspekte teknike të cilat vinë me studimin.
mund të themi se në gjithë historikun e kompozicionit dhe të kompozitorëve që ne sot i përmendim dhe i falenderojmë gjithë duke marrë parasysh gjithë kompozitorët shqiptar dhe kompozitorët ndërkombëtar, të cilët kanë dhënë pasuri shpirtërore të jashtëzakonshme në librin e madh historiku të muzikës botërore, që ne sado që të kaloj koha, ka disa nga kryevepra botërore të cilat do të luhen, do të interpretojnë, do të komentojnë. Dhe kjo është një pasuri shumë e madhe shpirtërore, por dua të them që deri në ditën e fundit për të gjithë këta krijues, dikush mund të pëlqejë më shumë, dikush mund të ketë një aspekt më madhështor në atë, dikush më hynor, dikush më romantik, dikush më klasik, ka aspekte të ndryshme, por ju garantoj që të gjithë kompozitorët deri në ditën e fundit të jetës kanë qenë gjithmonë në kërkim të përmirësimit të gjithçkaje që ka pasur të bëjnë me të brendshmen për ta kthyer në partitur dhe gjithmonë me dyshimin që kjo gjë si do të pritet. Asnjëherë nuk kanë qenë gati për veprën e tyre të përfunduar para se ta dëgjojë qoftë publiku dhe kritika. Dhe në në shumicën e rasteve, pavarësisht se ato janë kthyer në kryevepra botërore, por nuk janë mirëpritur menjëherë që në shfaqjen e parë në publik. Pasi kanë pasur nevojë të pishen pak gjatë rrugës. Jo, mendoj se nuk ka qenë i gatshëm publiku për të asimiluar gjithë përpjekjet dhe gjithë mundimin e një kompozitori i cili me të gjithë pasurinë e vet, me studimet që ka bërë në vite, sepse doja të shtoj edhe fakti që deri në ditën e fundit të jetës ata vazhdojnë të studiojnë. Pra, gjithmonë përgjithsisht veprat më të bukura kanë qenë veprat e fundit të kompozitorëve. Kështu që dua të them që studimi edhe tek autorët e librave, kështu ka ndodhur në fakt në pjesën më të madhe. Sepse është një studim i vazhdueshëm në kërkim edhe në përmirësimin e gjithçkaje çfarë ti ke dyshime. Ose mbas aty e hedh të gjithë. Po, është edhe faza e pjekjes së kompozitorit ose të shkrimtarit, po themi me. Sepse nga një vepër në tjetrën ti kërkon gjithmonë që të bësh diçka më shumë, të bësh diçka që ndoshta s'e ke bërë, të bësh diçka ndoshta që dikush tjetër nuk e ka bërë, njohuritë shtohen dhe edhe kërkesa bëhet më vështirë për të gjetur gjëra të cilat ndoshta ti nuk duhet të përsëritësh vetveten apo nuk duhet të gjendesh në situata të cilat të pengojnë për të bërë diçka. E drejt. Mirë, për të rikthyer pak Viola tani, të rikthehemi edhe një herë në Vlorë.